Përshëndetje dhe mirë se vini. Kur dëgjoni fjalën marketing, çfarë ju vjen në mendje? Reklama të zhurmshme? Shitës këmbëngulës? E po, harojini këto. Sot do të gërmojmë thellë për të parë se çfarë bën vërtet një biznes të suksesshëm. Do zbërthejmë bashk 4 vlerat thelbësore që, pa e kuptuar, drejtojnë çdo vendim që merr një klient. Dhe ja ku e kemi. Marketingu nuk është vetëm reklam apo shitje. Pikërisht kjo është ideja që duam të sfidojmë sot, sepse për të kuptuar diçka, shpesh duhet të nisemi nga ajo që nuk është. Marketingu nuk është një garë se kush bërtet më fort. Pra, çfarë është atyre? E po, ja ku e kemi. Fjala magjike këtu është vlerë. Marketingu është, le të themi, procesi i krijimit dhe ofrimit të vlerës. E gjitha ka të bëjë me të kuptuarit se çfarë i nevojitet klientit dhe pastaj t'ia japësh pikërisht atë. Çdo gjë, absolutisht çdo gjë, niset nga klienti. Okej, por si ndryshon kjo nga shitja e thjeshtë? Dallimi është thelbësor. Shikoni pak tu. Shitja është si të thuash, un kam këtë produkt, si mund t'ja shes dikujt. Është një veprim i shpejtë. Marketingu, nga ana tjetër, bën një pyetje krejt tjetër, cilat janë nevojat atje jashtë dhe çfarë mund të krijoj unë për t'i plotësuar ato. Pra, marketingu niset shumë, po shumë më herët se të ketë fare një produkt në dorë. Mirë, tani që i kemi bazat, le të futemi në zemër të çështjes. Si mendon një klient? Kur zgjedh mes një opsioni dhe një tjetri, çfarë ndodh në kokën e tij? E po, pa e ditur as vetë, ai po bën një llogaritje bazuar në 4 vlera themelore. Dhe nëse një biznesi kupton këto 4 vlera, atëherë ka gjetur çelësin e suksesit. Le të nisim me të parën më themelore nga të gjitha, vlera funksionale. Kjo është, le të themi, themeli i shtëpisë. Pa të, çdo gjë tjetër shembet. Pyetja është fare e thjeshtë. A e bën produkti atë që supozohet të bëj? A funksionon siç duhet? Imagjinoni veten në një restorant. Pyetjet e para që ju vinë në mendje janë pikërisht këto. A është ushqimi i mirë? Vendi është i pastër? A më shërbyen shpejt? Mund të jetë vendi më luksoz në botë, me çmimet më të lira, por nëse ushqimi është i keq, asgjë tjetër s'ka rëndësi. Kjo është prova e zjarrit për çdo biznes. Dhe sigurisht kjo vlerë funksionale duket ndryshe në biznese të ndryshme. Për një bar kafe, është ajo espresso e bërë siç duhet, çdo herë. Për një restorant të mirë, janë përbërësit e freskët, cilësor. Për një fast food, aty kërkohet shpejtësi dhe konsistencë, e di saktësisht çfarë do marrësh dhe do ta marrësh shpejt. Ja pra, kjo është vlera funksionale në praktikë. Okej, e kaluam provën e parë. Tani vjen vlera e dytë, vlera monetare. Dhe këtu duhet të kemi kujdes se ka një keq kuptim të madh. Nuk bëhet fjalë thjesht për të qenë më i liri në treg, as pak. Bëhet fjalë për perceptimin. A i ndjen klienti se ajo që po merr vlen sa parat që po paguan? Kjo është pyetja kritike. A ja vlen? Në mendjen e klientit ka një peshore. Në njërin anë janë parat, në anën tjetër është gjithçka që merr në këmbim, produkti, shërbimi e gjithë përvoja. Dhe nga ekuilibri i kësaj peshoreje varet nëse do ta shohim më atë klient apo jo. Dhe gjoja e bukur është se nuk duhet domosdoshmërisht të ulim çmimet për të rritur vlerën monetare. Ka mënyra shumë më të zgjuara. Për shembull, paketat combo, ofertat happy hour, kartat e besnikërisë, të gjitha këto i japin klientin ndjesinë se po bën një pazar të mirë, se po fiton diçka më shumë. Mirë, kalojmë tani në një nivel tjetër, ku gjërat bëhen vërtet interesante. Vlera e tretë, vlera sociale. Kjo nuk ka të bëjë më vetëm me produktin apo çmimin. Kjo ka të bëjë me identitetin. Çfarë komunikon për mua fakti që unë vi në këtë vend? Si më shohin të tjerët? Pyetje si, a do ndihem krenar t'u tregoj miqve që isha këtu, ose a më bën ky vend të ndihem pjesë e një komuniteti të caktuar? Sepse zgjedhjet tona janë shpesh deklarata. Ne blejmë jo vetëm produkte, por edhe identitete. Duam të përkasim diku. Dhe kjo nuk është diçka abstrakte. Mund të krijohet me gjëra shumë konkrete. Për shembull, një atmosferë që është perfekte për takime biznesi, apo një kënd fotosh i famshmi Instagram worthy, ku njerëzit duan të shkrepin një foto, ose evente si mbrëmjet me muzikë live. Këto gjëra e kthejnë një lokal nga thjesht një vend ku pihet kafe në një pikë takimi, në një qendër sociale. Dhe në fund, kemi vlerën e katërt, ndoshta më e thella dhe më personale nga të gjitha, vlera psikologjike. Këtu flasim pastër për emocionet. Harojini çmimin, harojini se çfarë mendojnë të tjerët.
pyetja është, si ndihem unë në këtë vend? Pra, si më bën të ndihem ky vend? A më jep ndjesinë e sigurisë, të rehatisë, a ndihem i mirëpritur, i vlerësuar? Këto janë ndjenja të brendshme, por jashtëzakonisht të fuqishme. Janë pikërisht këto ndjenja që ndërtojnë besnikërinë e vërtet, atë që zgjat. Dhe kjo vlerë fshihet te detajet e vogla. Një tualet i pastër për shembull, komunikon siguri dhe besim. Një pjatë me recetën e gjyshes, kjo ngjall nostalgji. Stafi që të buzëqesh dhe të pyet si je, kjo të bën të ndjehesh i vlerësuar. Janë pikërisht këto gjëra të vogla që bëjnë diferencën më të madhe në psikologjinë e klientit. Mirë, i pam të 4 vlerat, por sekreti i vërtet, çelësi magjik, nuk është të jesh i shkëlqyer vetëm në njërin prej tyre. Bizneset që lënë gjurmë janë ato që arrin t'i gërshetojnë të 4 bashk. Ato krijojnë një përvojë të plot, ku çdo vlerë e mbështet tjetrën. Le ta bëjmë konkrete me një shembull. Imagjinoni një restorant të suksesshëm. Çfarë ofron ai? Së pari, ushqim cilësor, ja ku e kemi vlerën funksionale. Pastaj, ka një menu dreke me çmim të mirë, kjo është vlera monetare. Ambienti është familjar, ku njerëzit dihen rehat të vinë me të afërmit, ja vlera sociale. Dhe e gjithë kjo të jep një ndjenjë të ngrohtë, sikur je në shtëpi. Kjo është vlera psikologjike. Të 4 bashk, ja ky është suksesi. Deri tani, kemi mësuar dhe analizuar, kemi kuptuar teorinë, por njohuria pa veprim nuk vlen shumë, apo jo? Pra, tani është momenti t'i vëmë në punë këto koncepte, të kalojmë nga të kuptuarit në të krijuarit. Le ta shohim si një sfidë strategjike. Tani, secili prej nesh do të vesh kapelën e strategut të marketingut. Mjetet i kemi në dorë, këto 4 vlera. Tani pyetja është, çfarë do të ndërtojmë me to? Dhe ja cili është skenari. Imagjinoni një bar kafe, të ri, të vogël, sapo hapur, në një lagje. Përballë tij, një nga ato markat e mëdha ndërkombëtare që i njohim të gjithë. Duket si një betejë e humbur apo jo? Por Chelsea nuk është të përpiqesh të ngjash aty gigantit. Chelsea është të jesh autentik, të jesh ndryshe. Prandaj, pyetja që shtrohet është kjo: si mund të përdoren këto 4 vlera për të krijuar diçka që ai konkurrenti i madh thjesht nuk mund ta kopjojë? Si mund të ofrohet një vlerë funksionale, monetare, sociale dhe psikologjike kaq unike, sa që njerëzit të zgjedhin lokalin e vogël? Pikërisht këtu, në përgjigjen e kësaj pyetjeje, qëndron thelbi i vërtetë i marketingut. Ky është një ushtrim i mirë për të menduar.